në rrugën Shtime Ferizaj është liçeni i Mjellmave. Në liçenin e Mjellmave përveç restorantit ku mund të shërbeheni me ushqime të ndryshme, këtu e keni edhe një pamje të bukur. Uji, pastaj keni anijet ku mund të i merrni në përdorim, pastaj në anën tjetër e keni edhe kopshtin apo ku ka edhe kaproj dhe shpesh dhe shtaz të tjera. Një vend familjar, ku është pjesa edhe xhamisë, ku mund të përdorni edhe ambientin e xhamisë për të falur namazet. Është këndi i lojrave e kështu me radhë. Në liçenin e Mjellmave janë edhe pushimorët ku mund të shfrytëzoni për me qëndru në një distancë pak më të largët për njerëzve tjerë dhe me një ambient pak më privat. Pamja në liçenin e Mjellmave është një pamje shumë e bukur. Këtu mundemi përdorë edhe anijet të cilat janë sigurisht për klientelën apo mishteritë. Gjysmë orë është 5 euro, anije me pedale që mundi me vëzit vet, edhe ka pashtu 10 euro që është me rrym apo edhe me benzin. Yavaş yavaş, mızgıti.